Policia e Vlorës ka arritur që fal një pune intensive, por edhe nga hetimet që ka kryer 2 ditët e fundit, ka vënë në prang nga një personi i cili mendohet se ka marrë pjesë në atentatin e ndodhur mëngjesin e së dielës, ku ekzekutua me armë zjarri Renato Hoxha, 58 vjeçari, i cili ishte duke shkuar në banesë rreth orës 6 të mëngjesit të ditës së diel. Nëpërmjet kamerave të sigurisë, por edhe nga këshyerja e vendit në të cilin ndodhi ngjarja, policia ka arritur që të identifikojë një prej personave i cili mendohet se ka shërbyer në rolin e ndihmësit. Sipas policisë, një aksion i organizuar nga forcat operacionale, forcat e ndërhyrjes së shpejtë, por edhe RENEA kanë arritur të vënë në prang nga një person i cili është rreth moshës 30 vjeç. Personi është ndaluar në kryeqytet në Tiranë, ndërkohë që policia vjon hetimet për arrestimin e personave të tjerë të përfshirë në ngjarjen e ndodhur mëngjesin e së dielës. Policia e Vlorës ndalon një shtetas të dyshuar si i përfshirë në ngjarjen e ditës së diel në Vlorë, ku ekzekutua me armë 58 vjeçari Renato Hoxha. Hetimet e policisë kanë qenë intensive, ndërsa shtetasi i ndaluar dyshohet se është një nga personat që mund të ketë ndihmuar autorin e ngjarjes. Ndalimi i tij është bërë në kryeqytet, ndërsa aksioni është zhvilluar nga policia e Vlorës. FNSH dhe RENEA, personi tashmë i ndaluar nga policia e Vlorës është rreth 30 vjeç, ndërsa hetimet e policisë janë duke vijuar për të ndaluar edhe të tjerë persona të përfshirë në ngjarje. 58 vjeçari Hoxha është ekzekutuar rreth orës 06:00 të mëngjesit të ditës së diel në momentin kur ndodhej pranë banesës së tij. Ndaj 58 vjeçarit është qelluar me 4 plumba, 2 në kokë dhe 2 në trup. Hetimet dhe aksioni i policisë së Vlorës është duke vijuar.